Këtë të shtunë vend grumbullimi mbetjeve në qytetin e Vlorës është përfshirë sërish nga flakët. Raportohet për disa vatra zjarre aktive, të cilat janë përhapur me shpejtësi për shkak të erës së fortë. Kryetari i Bashkisë së Vlorës Ermal Dredha me anë të një postimi në rrjetin social shkruan se nuk dihen ende shkaqet nëse është zjarrvënie e qëllimshme apo papërgjegjshmëri. Dredha shton se institucioni që ai drejton ka bërë kallëzim penal për të gjitha hallkat që duhet të kujdesen që të mos ndodhi më diçka e tillë. Si pasojë një rrethane të përsëritur dhe të patolerueshme të zjarrvënies së qëllimshme apo papërgjegjshmërisë njerëzore në fushën e mbetjeve, Bashkia në bashkëpunim me Policinë e Shtetit ka bërë kallëzim penal për të gjitha hallkat që duhet të monitorojnë dhe kujdesen që ngjarje të tilla të mos ndodhin më, përfshi edhe institucionet që varen nga Bashkia. Organet ligjzbatuese janë vënë në veprim për të dënuar cilindoj që përpiqet të dëmtojë imazhin e qytetit në nisjen e sezonit turistik, thot ndër të tjera Dredha. Më tej kryebashkiaku shkruan se janë marrë masa për shuarjen e zjarrit.